Receta e përlanikut është tradicionale për metare. Ne gatuani më shumë për dark, se në fshat gjithkohës mblidheshin në dark. Drekën e merrnin me trast me vete. Edhe darkën gatuani më shumë. Ka mielin për bërsin kryesor, qumësht, vaj ulliri dhe krip. Me mielin oma, që bëhet çdo gjë, dhe është miell cilësor. Sa krip, jo dhe shumë, se sa për shije du. Vajin e ullirit e kemi bio. Unë sot jo dha qumësh dele, po edhe më shumë e bëj me qumësh lop. E trazojmë që të mos ta ngelen kokën. Këtë sinin e kam nga gjyshja nga anë e babit. Sini i thoni tepsis. Po kjo quhet sini, tepsia është më e thellë. Shumë interesante. Kjo vjen me cekët dhe quhet sini. E sa shtresa i hedhë palanikut? Sipas dëshirës. Mund t'i hedhësh dhe 10, mund t'i hedhësh dhe 5, mund t'i hedhësh dhe 3. Sa mund të duash. Po sa më e trash aq më e mirë apo? Më i shishëm bëhet, më i mirë bëhet. E kuptoj. Se ngelet më i butë. Dhe një çik gjallë tani mbi të. Ja shkrim vetë. Dhe ky është palanik.